Në qytetin bregdetar të Vlorës ka nisur zëvendësimi i luleve dekorative. Në mjaft hapësira të gjelbëruara në qytet po vendosen lulet e reja dekorative. Lulet dekorative po vendosen kryesisht në lulishtet, të cilat janë në zonat kryesore të qytetit, prej të cilave ka nisur puna këtë të mërkurë për zëvendësimin e tyre dhe mbjelljen e luleve të reja. Mbas përfundimit të punës së vendosjes së luleve dekorative në lulishtet kryesore në qytet, si përgjatë Lungomares apo bulevardit të Vlorës, do të nisë puna edhe për zëvendësimin e tyre, mbjelljen e luleve të reja dhe në hapësirat e gjelbërta në brendësi të bloqeve të banimit. Punonjës të ndërmarrjes së shërbimeve publike ka nisur në Vlorë një aksion për mbjelljen e luleve dekorative. Aksion ky i nisur nga Lungomare si pjesa më turistike e Vlorës. Prej pjesëve të gjelbëruara në shëtitore janë hequr fillimisht lule dekorative sezonale të cilat, mbas një periudhe të caktuar kohore, 3 dhe 6 muaj, thahen dhe zëvendësohen me të reja. Ndërmarrja e gjelbërimit me sa duket ka ndryshuar strategji, duke nisur të mbjellë në to lule tashmë të cilat janë të përhershme në kohë. Më konkretisht, nga lulishtet në Lungomare janë hequr këtë të mërkurë lule dekorative të llojit vinga dhe aty janë mbjellë bim të reja të quajtur goja slani. Vlen të theksohet edhe fakti se aksioni për mbjelljen e bimësisë së re përgjatë shëtitores Lungomare tashmë ka përfunduar. Në shëtitoren e Vlorës janë mbjellë me 10 bim të reja përgjatë hapësirës së gjelbëruar në këtë të fundit. Më tepër se 100 bim të reja janë mbjellë në Lungomare, duke shtuar asaj më tepër pjesë të gjelbëruara dhe një pamje sigurisht më të mirë vizuale. Bimët që janë mbjellë në Lungomare, siç mësohet, janë të llojeve pisha, palma Washington, blina, plep afrikan. Bim këto të mbjella dhe të rritura në fitanishtën e Vlorës, të cilat janë mbjellë në krenarinë e qytetit në Lungomare.